Kam një kërkesë për policinë e shtetit, të heqi urgjentisht bllokuesit e valve, të heqi bllokuesit e valve, i drejtori policinë e shtetit, i bllokuesit e valve, ne transmetojmë, i bllokuesit e valve. Përshëndetje, unë jam një studente e këtij vendi dhe dua t'i bëj thirrje të gjithë studentëve të tjerë deri nis që t'i lën kafet, t'i lën gjërat e qefit dhe të na bashkohen. Sepse erdhëm të bashkuar për të thirrim ndryshim dhe të arrijmë të krijojmë një të ardhme në vendin tonë dhe mos ta kërkojmë këtë të ardhme në vend tjetër. Faleminderit. Një të atrofitje për qëllë vajzat të gratë të Shqipëris! Pelikanin ka qërëren, dhe të shëllim në shuren! 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 Ku e lam, e ku në mbeti, vaj fatani, e mjerë mileti, anës detit, i palar, anës dritës, i papar, pranës sofrës, i pangrën, pranë dijes, i panzën, lakuriq, e sygjënosur, trup, e shpirt, i zakatosur. Se që pen, se që vlan, e shatruar anën ban, dhe në fundën e përdhunës, anës glosës, anës punës, pojnë e florë, në zonë në lumit, në buqet, në zonë në dumi, se minetu për gatite, se pirani dhe medike, se përcet fortuna, njërë glosa, njërë puna, se pas vdekjes, erdi jeta, dhe kudohet të mos trumpeta, njërëni, mojni dhe shtypini, shqiptar, punëtor, që në shkoda qenitor. Kryeministri dje doli dhe përveç se nuk dha një fakt sepse makineritë e rënda janë futur duke shkatruar zonën e mbrojtur, pa leje, pa marrë asnjë procedurë më përpara, pa bërë asnjë konsultim, pa dhënë u fundet me syu për të shkatruar zonën e mbrojtur. Nga ana tjetër, ai foli dhe si ekspert mjedisi, tha që nuk do dëmtohet, përmendi 4 miliardë euro investim dhe nuk tregoi se çfarë fshihet pas 4 miliardë eurove investim. Në fakt, pas 4 miliardë euro 4 miliardë eurove dhe propagandës se mjedisi do ruhet, nuk do shkatrohet asgjë, janë mbi 10 vite, 15 vite punime brenda zonës mbrojtur. Makineri të rënda, plur, prerje pemësh, asgjë që ka lidhje me menaxhimin e një natyre, e një zone mbrojtur. Propaganda se parat do e ruajnë mjedisit, se punimet do jenë buta, është një mashtrim për tjetër përpara. Ne kemi parë Palasën, kemi parë zonat e tjera. Dhe tashmë kemi rrezikumin dhe zonat më të rrezikshme që kemi në Shqipëri. Vjos Nartë.
qoftë se Shqipëria ende ka një vend magjik që është i mbushur nga jeta e egër, që ti mund të jetë në një vend për allor, kur e viziton është josnarta, me propagandën, me mashtrimet, me qumat e pajme që përmend, kryeministri do të shkojë përpara një projekt shkatrimtar, një projekt që do na humbi për një herë për gjithmonë komplet zonën e mbrojtur dhe do hapi precedenti për ndërtuar nga aty në Zvërnec deri në kryderdhjen e Vjosës, deri ku Vjosa derdhet në det. Ky projekt duhet ndalohet. Punimet duhet të vazhdojnë dhe të gjithë duhet të jenë përgjegjës, institucione flispatuese që duhet ndalonin punimet që kanë ndodhur pa leje në terren, duhet ishin aty për të ndaluar këto punime dhe jo për të ndaluar qytetarët, jo për të ndaluar njerëzit të futen në tokën publike, jo për të ndaluar njerëzit për shijuar natyrën. Faleminderit. Dizeni pak blicat e telefonave, ti tregojmë ati se sa jemi vërtet të shesh! Shikoni sa veta janë mbledhur! Shikoni sa të bukur jeni! Shqiptarët të mbledhur bashkë me një qëllim, me një dëshirë! Jemi mbledhur për një kauzë qytetare, për një kauzë që na bashkon kundrejt kësaj qeverie dhe opozite që kanë mbyllur syt ndaj korrupsionit, ndaj hajdullëqeve. Kjo protest nuk është politike, jo politik, jo politik, jo politik, jo politik, jo politik, jo politik, jo politik. Alo. Jeni turma më e bukur, realisht. Jeni të shkundur themelet e qeverisë dhe të opozitës bashkë. I kemi trombuar. Nesër më shumë, 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 nesër më shumë. Dua vetëm të them që duhet të shikoni rreth e rrotull, të kuptoni forcën që keni, në qoftë se pozita dhe opozita bëhen bashkë, do të thotë që qytetarët janë më të fortë se kur. Shqipëria e shqiptare! Shqipëria e shqiptare! Shqipëria e shqiptare! Dua të trajtojmë vetëm dy gjëra. Dua të trajtojmë asaj të ashtu quajtur gjenerata Z, që jemi ne të gjithë këtu, që mund ta kuptojmë këtë vend në themelin. Jemi ne që mund ta bëjmë këtë vend dhe ta bëjmë atë të trillet nga ne të gjithë, sepse ne jemi rinia dhe ne mund ta ndryshojmë këtë vend. Dërsa gjëja dy që duhet të drejtohem janë media tona të shitura, të cilat ku ishin këto media kur nisi protesta? Bazohet të disa foto të gjeneruara me inteligjencë artificiale.
që ati iki nga Shqipëria apo jo. Po kjo është finalja. Në qoftë se bëjmë një ndryshim këtu, do rri. Në qoftë se jo atje shpërtaj. Faleminderit. Që ne jemi me mira këtu, sa po është miruar Mirlinda e Aksit, sa po janë qërë kësurit, tur. Mirlinda që i nisi patronazhistat, të cilat janë futur dhe në shtëpitë tonë duke na spionuar. Që ne jemi këtu, sa po është mjaftuar një kull tjetër të Kongresit. Tur. Ndërkohë që ne jemi me mira këtu të talën me ne. Mos ta provoko! Që të shikoj gjitha njerëz të mbledhur këtu për një qëllim. Shqipëria nuk është në shitje, ne nuk i shesim tokat tona dhe nuk ka vlerë monetare që ta dalësh me 4 miliard euro apo me 100 miliard euro tu. Nuk shiten tokat, ne nuk jemi si ju që shiteni për parate me tos të çmime. Nuk ka zondra Amerikan tu që të vitë me i tokat tona. Shqiptarët do t'i dalin si që kanë dalë këtu, do jemi dhe në Zvërnec, dhe në Rjoll, dhe në çdo vend tjetër që ka nevojë Shqipëria për ta mbrojtur. Shqipëria s'është në shitje. Faleminderit dhe qëndroni kështu sepse nuk ka për të bërë ndryshe. Është e vetmja mundësi dhe shpresë që ky vend është mbledhur në këtë pikë këtu. Faleminderit. Që është shef gjithë dhe s'bashku, e ti të presion e ka sjell një diçka shumë e madhe, tërsa vite kjo qeveri ju ka dhënë oligarkëve koncesione, dëmtim të pronave publike, dëmtim të biodiversitetit, të fondeve shumë mirë, duke filluar me Butrindin, të cilin të quajnë një pikë vogël, por është turp, sepse Butrindi është ai që na bën krenar në sytë të gjithë boteve. Dëmtim në Finiq. A jemi pasur që ta ndërtuan Butrindin? Si lirë të vjetër, aty dëmtuan në Finiq ku jellin beton. Dëmtim në burgun e Spaqit, në Sallçoçaj, në Rjoll, ku mbren dvartë që tjerësit, sikur edhe i në fund ishte pika që e mbushi këtë kod, që u kidnapua a i njëri u tërheq në spyt të policisë të shtetit. Unë dy o them të gjithve, të huaj janë të mirë të ardhur si miqë, kush të qofshin, ose të migrant, të shkoni të shtues, të na kënë të gjithë e kur. Jesë ardhe më shumë, jesë
vendos në art, e di se sa magjik është ai vend. Të tjerët që s'kanë qenë kanë një arsye më shumë për të luftuar dhe për ta parë dhe për ta shijuar ashtu siç ne e kemi parë më përpara.